si e marrë vesh unë që suksesi im irriton të tjerët. Sa po mora vesh që kanë hapur një faqe në TikTok duke u hequr si unë, ku më kanë vjedhur të gjitha videot e mia, më kanë vjedhur emrin, foton dhe fillojnë një shkruaj njerëzve në emrin tim. Tani ta sqaroj një herë për gjithmonë. E vetmja faqe imja është pikërisht kjo këtu në TikTok, edhe kjo në Instagram. Dhe unë si person, apo si mentore shpirtërore, si artiste, unë nuk i shkruaj kurrë askujt. Mua biles, dhe po të më shkruash më shumë gjasa kam, mos të kthej përgjigje, edhe jo të shkruaj unë paraprakisht, apo të ofroj shërbimet unë dikuj që nuk e njoh fare. Kjo është diçka që unë nuk e bëj. E bëj këtë video për t'ju thënë kujdes, se kujt i ktheni përgjigje, nuk ka rëndësi nëse dikush tjetër ka foton time, videot e mia, nuk do thotë që kjo jam unë. Domethënë, duket shumë e bukur për të qenë e vërtet. Kur unë po e them vetë tekstualisht që unë nuk i shkruaj askujt dhe nuk kam nevojë të hap faqe të re sepse i kam. Faqet e mia në kanalet e mia digjitale apo në rrjetet sociale. Kështu që njerëz, kujdes kujt i jepni akses dhe çfarë flisni. Unë nuk mbaj përgjegjësi për asgjë. Tani unë nuk i ndaloj dot njerëzit që vjedhin identitetin tim, por ju duhet mbani përgjegjësi vetë për veprimet që ju bëni, për bisedat, apo nëse arrini i dërgoni para këtyre njerëzve. Unë nuk i kërkoj para askujt, nuk i shkruaj askujt, kështu që kujdesni dhe mbani vas në vesh. E vetmja faqe ime është kjo këtu dhe nuk ka ngjasa që unë t'ju shkruaj e para. Në radh parë një herë në TikTok unë i kam mesazhet e mbyllura që thot asnjëri prej jush nuk më kontakton dot mua. Që do thot as unë nuk dua të kontaktoj asnjërin prej jush. TikTokun unë e përdor vetëm për të hedhur materialet e mia, maksimumi unë mundem t'ju kthej përgjigjen në koment. Kaq, asgjë më shumë. Kurse në Instagram, nëse e shoh që një person ka vërtet nevojë për atë çka unë ofroj, i kthej përgjigjen në kohën time, kështu që është shumë e bukur për të menduar që një ditë të bukur unë zgjohem dhe zgjedh t'ju shkruaj juve mesazhe hyjnore. Nuk ndodh kjo gjë. Kështu që kujdesuni, nuk kemi çaj bëjnë njerëzve ziliqar. Jeta vazhdon, por ju mos u gënjeni. Paçim.